Është finalizuar operacioni policor i kuduar Fast, në kuadër të cilit u arrestua një 52 vjeçar i dyshuar për zjarrvënie të qëllimshme në subjekte private në Mirdit. Sipas policisë, shtetasim inicialet LV alias AV, banues në fshatin Ndërfushas, fillimisht ka djegur një dyqan me materiale të përdorura në pronësi të shtetasit me inicialet GD, ndërsa më pas ka tentuar të diqte dhe një gomisteri në pronësi të shtetasit me inicialet AP, ku janë djegur disa goma. Falë reagimit të shpejt dhe profesional të shërbimeve të policisë, u bëi mundur ndërhyrja në kohë dhe parandalimi i dëmeve më të mëdha. Nga veprimet hetimore të kryera në vendngjarje, u krijua dyshimi i arsyeshëm se të dy rastet ishin zjarrvënie të qëllimshme. Në bashkëpunim me prokurorinë, policia e Mirditës organizoi dhe finalizoi operacionin Fast, duke identifikuar, kapur dhe vënë në pranga autorin e dyshuar për veprën penale, shkatrimi pronës me zjarr. 52 vjeçari rezulton person me precedent penale të mëparshme, i dënuar për dhunë në familje, goditje për shkak të detyrës ndaj punonjësve të policisë, dëmtim prone, mbajtje pa leje të armëve të ftohta, si dhe përthyerje të masës së sigurisë arrest në shtëpi. Në bashkëpunim me prokurorin, po vijon puna për dokumentimin e plot ligjor të dy rasteve, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Lezhë për veprime të mëtejshme.